A janë të sigurt njerëzit, kanë marrë një garant sigurie, se ata duke qenë në gjumë, Allah nuk vjen me ndëshku me dënu? Termeti si vjen? Nuk pyet a jenë gjuma, nuk jenë gjumë, a jenë sëmur, a nuk jenë sëmur, a jenë në shtrat, a jenë shtrirur, a jenë kam. Duk me atë rejtë vëretës se të vetë, ke frikë Allahun. Nuk është mirë me donë me këtë veshë jashtë. Ke frikë Allahun, mos konsumo haram. Ke frikë Allahun, mos bahide dhe dredhina, ndihmoj familjes, rrethis, shoqërisë, çdo e mirë që ka promovohet, është në favorin tonë. Të gjithë falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takon madhërisë Allahut xhaleshanu wa xhalla xhalalu, i cili ne ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuruar në zemra dhe në shpirtat tanë, e më pastaj dërgojmë selame dhe salavate të përzemërta mbi njeriu më të dashur në fytyrë të tokës, mbi pejgamberin më të dalluar dhe më të zgjedhur, mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, salavatet qofshin edhe mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër ju të pranishëm, aty ku mbetëm ka të bëj me zemrën e butë. Si ta zbusim zemrën. Edhe du të me qenë përpjekje e madhe, du të me qenë fokusi më i madh, se si rrjedhor edhe morali zbutët, edhe sjelljet, edhe gjestet, edhe karakteri, edhe fjalët na dalin të buta, edhe veprat dhe punët janë të buta, pastaj Zoti i do njerëzit që i kanë zemrat e buta, po dhe shoqëria dhe njerëzit i do njerëzit që i kanë zemrat e buta, kështu edhe ndreqet dhe rreni edhe mirëqenia në këtë botë. Pse Allah i madhuruar ka dëshirë që njerëzit me pas zemrat e buta? Veni re, nuk ka temë fetare, qoftë zemra muzbut, qoftë adhurimi, qoftë namazi, qoftë agjërimi, qoftë sadakaja, qoftë haxhi, qoftë thirrja e ezanit, krejt këto temat kanë bëjt drejt për drejt me madhrinë e Allahut. Nuk ka temë që nuk të orienton, apo nuk reflekton, ka të bëje se si ti me madhru Allahun, mu lidh me madhrinë e Allahut. Ezani pse bëhet? Allahu Akbar, me madhru Allah është më i madhi. Pse falim në namaz? Ta madhrojmë Allahut. Pse largojmë nga gjunat dhe mëkatet? Nga frika madhërisë Allahut. Pse na gjithmonë motivojmë dhe stimulojmë për ka imani? Këtë kanë bëjë vëllezër me madhërinë e Allahut xhaleshanu. Edhe zbutja zemrës duhet me qenë çështje jetike e përditshme secit prej neve. Jo vetëm një herë kalim, ti ka ndodhur një herë në vjet, një herë numër dhe me kaq le të përmbyllet kapitulli i jetës tonë. Jo, është e përditshëm. Gjithmonë mu avancu dhe mu ngrit sa më shumë, sa më pas zemrën më të butë. Sot vëllezër, për faktin se sot është shumë evidente edhe vërejtë, është shumë është e qartë, se janë shumë doshenja paralajmëruese, mas janë pezmetuese që na bojnë me dije se idhrimi i Allahut shumë është prezent. Sot atë shumë ka marrë për masat mëdhaja, gjunahet, mëkatet, haramat, edhe mu me thonë kështu, me gojën plot, me përgjithësimat madhe, nuk ka qenë si kur të kaluarën. Të kaluar për me bo mëkat dhe gjuna, ka qenë turp, ka qenë mare, ka qenë dopsi. Si nuk të vjen mare, me thonë qatë fjallën të ndyt, banale, si nuk vjen mare ti, me bo këtë ta, sot, bile guximin që e bojnë gjunaqartë me bo mëkatin, unë e kam bindjen s'ka qenë as të kaluarën. Kanë pos turp janë frigu, nëse i ka josh, i ka të req, dhe një gjuna dhe mëkat, e ka bo fshau razi. Jo me guximin, sot, o vëllezër, martesa me një gjeni, mashkull me mashkull, a nuk bot kjo publike tash? A nuk bot me guximin më të madh? Duke bë apele, duke bë motivime, duke bë protesta, duke ngrit çështje në për kuvende, parlamente, që kjo nuk ka qenë kaluarën. Të pleqt, me pas dëgjuar kaluarën, kokat ka shku. Goditje. Ajo të vjen mare. Kjo gjest është e prishin natyrën e njeriu. Sot e bëjnë me guximin më të madh. Pse? Se nuk janë të zbutur zemrat e njerëzve. Dhe çka është më keqe, këtë mëkat edhe arsyetojnë, madje bëhet advokati i mëkatit. Këtë kjo, më bje një gjë që
që i dërguar Allah ka paralajmëruar para kohë, duke thonë se hipokritët, munafikat kanë me ardhë edhe kanë me ardhë me një gjuhë për ta mbrojtur haramin më të madh. Ja sot. Pa tjetër alkool, pa tjetër mashkull me mashkull martu, femna me femnën, po është e drejta lidh lakuriç me dal, si be lakuriç me dal. Po fëmia i vogël që lind, 1 orë, 10 minuta që lind, po minjer me na mbulojmë me ato, me atë bezin e bardh. Fëmijë është, po duhet se natyrshëm. Kjo vajza 20, 25 fare nuk e vjen. Që ata nuk duhet para prindrit e mos falmi para vetës trete, para masës. Kjo nuk ka alarmante, kjo është alarmante është. Kjo serioze. Kjo duhet më na bë me raket neve, shqetësuese, se cilë me thonë se, o vëllezër, se cilë për neve kena ka një goditje vetane. Na godita Allah na sprovon. Mirë po të na godit ka njerë në formën kolektive edhe eshtin. Sikur se na ka paraliza. Dikur paralizohesh edhe nuk e ngrendas dorë. E po tash unë një ajet, ka me nxjerrë që ky ajet, sikur se kam frikë, është direkt për neve fol. Edhe është shumë rrezikshëm dhe alarmante. Dëgjojmë me vëmendje çka thot Allahu në këtë ajet. Afa min ahli al-qura an yatihim ba'suna bayatan wa hum na'imun. A janë të sigurt njerëzit, kanë marrë një garant sigurie, sa ata duke qenë në gjumë, Allah nuk vjen me ndëshku mi dënu? Termeti si vjen? Nuk pyet a jenë gjuma, nuk jenë gjumë, a jenë sëmur, a nuk jenë sëmur, a jenë në shtrat, a jenë shtrirur, a jenë kam. Kur vjen ndëshkimi Allahut nuk pyet, se është më i madhe. Që çfarë pyet se sfiduse? A jeni të sigurt? Jo, Zot, nuk jemi të sigurt. Edhe në gjumë nuk jemi të sigurt. Më të marrë dënimi edhe, Zotën Allah i ka dënuar disa popujt para neve, duke qenë në gjumë. Kur ata sikur se mund garancë prej Allahut. Neve, s'ta dënon Allahu. Shka është madhimshme? Na nuk kena kandidat potencial mund të dënu Allahu, na mirimi, e kena zemrën e mirë. Si me zemrën e mirë? Kuj ki syti bre? Kuj ki veshti bre? Kuj ki shpirti dhe zemrën çfarë ndjenja? Ajeti vazhdon Allah thot Allahu, e femin e ehli l-qura, e jetum ba'suna duhan wa hum yal'amun. A janë të sigurt njerëzit që kur t'ju vjen dëshkimi dhe dënimi në mes të ditës, ata duke lutur, duke bërë qef dhe dëfrime, efamenu mekrullah, a janë të sigurt nga dëshkimi Allahut? Fela ya'manu mekrallah illa al-qawmul khasirun. Edhe nuk sigurohet nga dëshkimi i dënimi Allahut vetëm ata që janë të prishurit. Se i mençmi friguat, ruhet, nuk i dihet. Sa do që jam i mirë, ndoshta më ka ikë diçka, ndoshta kam bërë një gabim pa qëllim. Sikur që ka thënë një dietar i madh, muslimani i mirë kur e bën një gjuna të vogël, i duket sikur se një kodër mbas kokës duke i ra. Ku çka bëna? Ka marr kredit. Kam bërë darsë me muzikë, burra, gra, i kam plasarit me një sallë, kam konsumu në sofrën truezën tonë alkool. Pa e bën alarmon është, e rrezikshëm. Apo dikush, jo bën rregull ose nuk më rakosët, që ajeti çka thot? Kujdes, Allah nuk të jep garancën. E kjo duhet me qenë për neve shumë vëllezër shka shqetësuese. Mëkatët janë aq shumë të mëdha, kanë marrë stoi. Ja, her pas here. Që njerëzit nuk janë të rahatshëm në familje. Tërmetët, stoia, erat e forta. Këto janë ka njerë edhe paralajmërime alarmante. Ti, a do të veçosh ajo? Disa njerëz edhe nuk veçohen. Pasit kësaj, në vend se të reflektoje, ky fare. A dini se cili është njeri më me fat në këtë aratif, kur ndodhin dëshkimet edhe dënimet Allahut? Bila Allah me një ajet tjetër e ka përmend duhet cek edhe këtë ajetin, thot Allah i madhruar, o laqad arsalna rusulan min qabli, ne kemi dërguar pejgamber përpara juve, fa akhadnahum bil ba'sa wad darra la'allahum yatadarra'un. Ne her pas herë kur kena sjell pejgamber të dërguar, jetën ku kena dërguar skamje, mjerime, thacina, kena dërguar dhe diçka të këqija, pse la'allahum yatadarra'un, ndoshta këto zbutën, ndoshta reflektojnë, kjo skamje çka duke ndodh, ka diçka. Edhe ky merr mësim dhe mesazh. Mirë po ndodh për disa njerëz, Allah i vazhdon ajetin thot, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Sikur se këta njerëz kur i ka ardhur dëshkimi dhe dënimi, të ishin zbut, të kishin reflektuar, të kishin marrë mësime dhe mesazhe, walakin qasat qulubuhum. Mirë po këto me gjithë atë këqijat ju vështërsuan dhe ju ashpërsuan zemrat.
edhe shejtani ja bani të bukur ata shka e bajshin, atë veprat. O, kjo sa i keq është. Hajde të ndëshkon, dënon. Po mas kësaj, nuk reflekton, akoma vazhdon me të njëjtën avaz. Andaj kanë thonë dietarët, fatin më të madh kanë ata njerëz të cilët para se më dënu monë mësim, i mençmi merr mësim dhe mesazh prej të tjerët, budalla pe vetes vetat, ta provoj dhone. S'kish ka ta provosh. Ai e ka provuar, ka konsumu kamat, e pa fundin si e ka. Fundin e ka katastrofë. Ky ka shku mas lavirave, në fund. Çfarë fundi kishe? Zoti na ruajt. Merr mësim pi atyve, mos e provo vet. E këtë kjo ka të bëjë vëllezër me zemrën e votë. Allahu na zbut zemrat. Inshallah mona mësim dhe mesazhe të shumta. Ne jemi duke pa, ina vetëdijshëm vëllezër. Nuk ka këto fjalë që i kallzoj, unë vetëm rikujtim. Mos mendoni se nuk i dini. I përjetojmë këtë i shikojmë na. Po ne kemi si obligim xhallart ta rikujtojmë. Fa dhekir fa inna dhikratan fal mu'minin. O, përkujtoj besimtarët, se përkujtimi ju sjell dobi, nuk i baldam. Ndoshta ka nevojë 2 herë 3 herë me vedije një goditje. Çka ka ndodhur? Ta di se Zoti na përfshin në dënim, për shkak dominusë të keqës, edhe të mirët e ka përdinë të keqën. E dini se Allah nuk e zgjedh. Nëse me një popull dominon e keqja, sherrri, korrupsioni, keqpërdorimi, hilet, mashtrimet, haramat, nuk i shikojnë njerëzit që marrin pasurinë, një pakicë e vogël qëndrojnë stoik në rregullat e Allahut. Zoti ndeshkon të gjithë. Këta të mirët i ringjall sipas jetit. E na çka duhet ta promovojmë vlerën e mirë. Duhet më të rrejë vetë se të vet. Ke frikë Allahun. Nuk është mirë me dalë me këtë veshje jashtë. Ke frikë Allahun, mos konsumo haram. Ke frikë Allahun, mos bahide dhe dredhina. Ndihmoj familjes, rrethis, shoqërisë. Çdo e mirë që promovohet është në favorin ton, favorin e rrethit dhe shoqërisë, dhe çdo keq ka e shohim me syt dhe nuk e pengoj dhe nuk e ndalojmë. Do të vërë dënim dënim, mirë po do të jetë vonë. Atëherë edhe nëse pendohemi, edhe nëse kthehemi, ndoshta do të jetë vonë. Zoti na ngjall zemrat para se të na vdesën. Lut Allahun të na kaplojë me rahmetin e vet, me butësinë e tij, me mëshirën e tij, të na largojë çdo send të cilën na i ngurson zemrën. E quli qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim.